Zjarri i qërat dje në jo kompleks banimi midis farmacisë 10 dhe QSOT-s nuk është i pari në Tiranë. Megjasa, nuk do t'jetë as i fundit. Mënyra si është ndërtuar në kryeqytet në 3 dekadet e fundit, një rrumpall urbanistike që s'ka të ndalur dhe s'ka të dytë, kulla që mbi nga dita në ditë në çdo cep dhe zgëqe. Le ndërtimit të firmosura pa dogane, pa kriter, heshtja e institucioneve shtetërore në rastin më të mirë dhe korruptimi i tyre në rastin më të keq. Babëzia një pjesë të madhe të ndërtuesve për të fituar edhe aty ku është të pamundur, dhe shumë arsye të tjera, absurde ose jo. Nuk do ta lënë të qetë Tiranën tonë. Zjarri u shua pas disa orësh të vështira. Një pallat pjesë e kompleksit u bë shkrumbe hithuajse plotësisht. Pallatet e tjera shpëtuan, por banorët e tyre do ndjejnë për shumë kohë frikë për zjerë me tym. Pamjet e djeshme nuk do të harrohen për një kohë të gjatë. Banorë që mundën të dalin në rrugë, kureshtar që mbushën trotuaret, zjarfikës që mungesën e pajisjeve të nevojshme zëvendësuan me guxim dhe kurajo, mjek dhe infermierë që bënin të pamundurën në rrethanat e jashtëzakonshme. Të gjithë bashk, të shokuar, të trishtuar si rrallë ndonjëherë, në ankth dhe në një revolt të pafuqishme. Revolt ndaj kujt? Dhe shtetit që bën ligje e që mbeten thjesht në letër? Ndaj ndërtuesit që nuk dihet nga ka ikur pasi u ka marrë banorëve 2500 deri në 3000 euro për metër katror? Ndaj bashkisë, kryetarin në detyrë së cilës ishte e lumtur që nuk pati viktima, apo ndaj Dashnur Sulës, kryeinspektorit të ri të përgjithshëm i cili pasi kaloi ylberin midis PD-s ku ishte dhe qeverisë ku shkoi, tha refrenin aq bajat për marrje masash. Natyrisht që Dashi nuk mund të përgjigjet për gabimet dhe neglizhencën e paraardhësve të tij, që për rastësi apo ironi të fatit, njëri prej tyre, Shkëlqim Hajdari, sot është prefekt i Tiranës. Edhe çimi ishte te kompleksi që po digjej, edhe ai foli për masa dhe përsëriti kryetar në detyrë Anuel Aristani. Kur i dëgjon të gjithë këta, bindesh gjithnjë më shumë se sa fort na do Zoti. Përndryshe, zjarret do na kishin pjekur dhe shirat do na kishin mbytur me kohë. Nuk mund të mungonte në zinxhirin e reagimeve dhe kandidative të shpallur për Bashkinë e Tiranës Erion Braçe. Deputeti veteran socialist nuk i ka kursuar kohët e fundit kritikat e forta për ndërtimet në kryeqytet, rrugët, parkimet, hapësirat publike dhe çdo gjë që lidhet me jetën e përditshme të kryeqytetasve. Dita e sotme sipas tij duhet të nisë nga pyetja: i sa ti pallatësh ky që digjet kështu? Ai këmbgul për hetim të plotë përfshirë institucionet e shtetit dhe kompanitë të ndërtimit. Dhe kjo duhet të bëhet profesionalisht një herë të vetme, pa hetim të plotë gjithçkaje. Këto ngjarje do të përsëriten siç janë përsëritur. Do rrezikojnë të tjera jetë njerëzish. Ky rrezik duhet të marrë fund në këtë qytet. Le të kushtoj. E të kushtoj kompanive sa të doj. Ky qytet nuk ka pse vuan këtë rrezik prej mënyrës e materialeve të ndërtimit, shkruan Braçe. Këtu ka të drejtë. Por si do të bëhet kjo? A mund të zhbohet e gjithë sallamahia ndërtimeve në kryeqytet? Vështirë të ndodh, por mund të gjendet zgjidhje për të ardhmen. Pse jo edhe një moratorium për ndërtimet? Le të ndalohet për aq vite deri në një zgjidhje të qëndrueshme, që do t'u jap banorëve të kryeqytetit ato që ata meritojnë, një jetë cilësore pa ndralla urbanistike. Nuk ka problem që nuk i gjendet zgjidhje. Mjafton të ulesh e të vendosesh mendjen në punë. Madje dhe ta mendosh gjëra gjatë nuk ka nevojë. Mjafton të zbatosh ligjet në këtë fushë, ti bësh ato efektive dhe jo thjesht ligje në letër. Nuk vuajmë nga ligjet dhe standardet. Sidomos të fushën e ndërtimit, urbanistikës, zhvillimet i kemi më se europiane, por ndryshe nga Europa, ne ose nuk i zbatojmë fare ose i zbatojmë keq. Të lexojmë ligjet edhe të pyesim pse tek ndërtimet e reja, kullat dhe komplekset nuk ka hapësira të mjaftueshme për banorë dhe për ndërhyrje në raste emergjence. Aty do të kuptojmë pa asnjë mundim se babëzia e ndërtuesve shfrytëzon truallin deri në milimetrin e fundit për të fituar sa më shumë, duke u rënë në qafë distancave funksionale aq të domosdoshme. Do të gjejmë pa pikë mundime defijimin nga projekti i ndërtimit, ka të shtesë, sqarime, mbyllje korridoresh, parkime të zëna e mëtej mungesë ose dobësi kontrolli teknik të ndërtimit. Në Tiranë mund të jenë me gishta, pallatet apo komplekset që kanë respektuar ato që konsiderohen standarde të aksesit emergjent, fjala bie për zjarfikset apo ambulancat. Në teori, çdo ndërtim i ri duhet të respektojë disa grupe kriteresh, për shembull urbanistike, si distanca minimale midis ndërtesave, aksesi rrugor për emergjencat, hapësira për kthim të automjeteve të zjarfikses, korridore publike të lira e të tjerë. Këto shoqërohen me standarde për siguri nga zjarri dhe evakuimet, që do të thotë rrugë evakuimi funksionale dhe të pandërprera, shkallë emergjence, ndriçim dhe sinjalistik, por edhe sisteme fikse. E mëtej, park në një këndvështrim tjetër, ndërtimet duhet të kenë stabilitet strukturor, ventilim dhe akses teknik, të kenë respektuar projektin e miratuar.
Të gjitha këto i kemi, i kemi për vetëm në letër. Në teren është një situatë komplet tjetër. Një kaos që e vuan çdo banor i Tiranës. Ata mbajnë në kurriz dështimet e të gjithë institucioneve shtetërore nga i pari tek i fundit, nga qendrorit ai lokali që luajnë me jetë njerëzish. Zjarre të tillë ndodhin edhe në Europë, do thoshte dikush. Patjetër që ndodhin kudo, ama u shërbejnë për të mësuar, për të marrë masa. Le të kujtojmë vetëm 2 raste. Zjarri në kullën Grenfell në Londër në vitin 2017, ra në një pallat 24 katësh banimi dhe u mori jetën 72 personave. U shkaktua në pjesën më të madhe nga fasada e ventiluar me izolim dhe panele të lira për zjarr. Çfarë ndodhi pas kësaj? U forcuan timase dispozitat ligjore për materialet antizjarr të fasadave, për testet e sistemit të tyre, si dhe u rishikuai gjithë procesi i aplikimit për ndërtimet. Rasti tjetër, i ndodhur më herët në kompleksin Villa Strada në Gjermani më 2014, ndryshoi parimet dhe standardet gjermane për ndërtimet, standarde që u përdorin si referencë dhe në direktivat evropian për ndërtimet e reja. Ndaj, nuk është zgjidhja arrestimi i menaxherit të një marketi të kompleksit që u doq në Tiranë, dhe as shpallja në kërkime ndërtuesit. Padyshim që ata duhet të përgjigjen para ligjit, por këtu duhet shembur e gjithë skema e deri tanishme në fushën e ndërtimeve të bëhet nul dhe të fillojë një epokë e re, sepse pas flakëve dje, sot pamjet e para nga kompleksi i ndërtimit. Të thuash tronditse është pak. Vështirë të krahasohet edhe me pallatet e bombarduara në Iran. Fasada deri dje e bukur, por as pak e sigurt, sot nuk ishte më. Apartamentet të shkrumbuar plotësisht bashkë me gjithçka që kishin banorët e tyre, të cilët pyesin veten, po tani, ku të shkojmë? Ç'të bëhet me ne? Ata pyesin dhe dinë shumë mirë që nuk kanë për të marrë asnjë përgjigje. Ajo që deri dje ishte një hapësirë jetese, e bukur në pamje për banorët e Arlis nuk është më. U shkrumbua në pak orë. Zjarri e ktheu në gërmadh. Pikërisht, ai zjarr që na dogji të gjithëve, shtetin dhe pushtetin, ligjin dhe maliqin që e përdor ligjin si ti do i shefi, dogji qeverinë dhe bashkinë, këtë të fundit e përvoloi fare. Edhe pse ai institucion ka kohë që nuk ndjen asgjë prej gjëje. Zjarri dogji inspektoratët e pafundme, që janë rrumpall hesapi si vetë rrumpalla e ndërtimeve në Tiranë. Por shkrumboi edhe shpresën se diçka mund të ndryshojë në të ardhmen. Fjalët gjigante tek Arlis nuk shkrumbuan vetëm ato 30 e kusur apartamente, miliona euro investim të banorëve të këtij vendi, por edhe alertin ton si shoqëri letargjike, që reagon vetëm kur diçka e keqe i afrohet prapanicës së vet. Shkurt, ai zjarr na dogji të gjithëve. Nuk do hezitoj as pak të na përvoloj përsëri. Nëse si për herë, do të harrojmë çfarë na ndodhi.